Përshëndetje shikues të ekranit të Channel One, mirë se erdhët në Info Morning në këtë ditë të mërkurë, ku data shënon në 3 shtator, do t'jemi së bashku për rreth 50 minuta transmetimit të drejt për drejt, sigurisht për cilë të kjo zhvillimet dhe informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Është një program dedikuar tërësisht informacionit, tashmë po bën një vit nga transmetimi i tij i përditshëm nga hëna në të shtunë, vjen fillimisht me pasqyrimin me temperaturat e ditës së sotme, më pas me ndryshimet që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor, informacionet dhe zhvillimet më të fundit nga opinionistët e komentatorët, sigurisht edhe redaksitë së përditshmeve tona vijnë informacionet më të fundit për të vijuar më pas në pjesën e dytë me një përmbledhje të materialeve të përgatitura nga Departamenti i Informacionit e për ta përmbyllur me rubrikën e kalendarit historik, por sigurisht që jemi koherente dhe me zhvillimet më të fundit, sigurisht me fleshet informative. Nëse ka zhvillimet fundit, atëherë ne në momenti transmetojmë dhe edhe kjo falë dhe adresës tonë në web channelvizuan.al, në cilën do të informojnë gjithnjë mbi zhvillimet më të fundit. Ne do të nisim edhe ditën e sotme pa humbur kohë me ndryshimet që kanë mësuar temperaturat e motit për ditën e sotme e do të rikthehemi sërish së bashku në studio. Ja kur I kthyem së bashku në studio, kemi ndjekur temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara nga meteorologët për ditën e sotme, ndërsa në këto momente ne do të zhvendosemi tek të tjera informacione dhe ato janë ndryshimet që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor. Shohim së bashku. Jemi rikthyer me siklën e shtypit të ditës për të vijuar me njerë me pasqyrimin e tij e për të njohur me informacionet më të fundit që vinë nga redaksitë të së përditshmeve tona. Do të nisim me njerë me gazetën Shekull, e cila vjen me krye artikull për ditën e sotme: pronat masakrohen Kunata, Durrës, vrasje makabre e të moshuarve në lagjen 11 të këtij qyteti, dëshmitë e fqinjeve për krimin. Vrasja pas mesnatës, 2 gratë u mbytën me qese plasmasi pas përleshtjes. Shoqërohen 22
persona. Hetohen konfliktet brenda fisit për pronat, ndërtesa dykaçe u kërkua për pallat. Këtë port e mbanin hapur prej vitesh dy kunata që për shumë njerëz konsideroheshin si dy shoqe mjaft të mira që mbaheshin fort pas njëra tjetrës. Shtëpia që mbante karakteristikën e të qenurit dursake të vjetër në fakt banohej nga 3 gra të moshuara, por njëra prej tyre ishte e paralizuar dhe në momentin e krimit ndodhej në gjendjen në një tjetër dhomë, çka ka bërë që edhe ajo pra të shpëtoj dhe të mos mbytet nga grabisit, por detajet e këtij krimi të rënd në fakt ju do të mund t'i lexoni në faqen 10 dhe 11. Intervista David Smith, makinat me targa të huaja, kushtet dhe gjobat për qarkullimin. Udhëzimi i ri për drejtorinë e përgjithshme të doganave, zyrtari britanik shpjegon se si të dalin nga qarkullimi të gjitha ato makina me targa të huaja të cilat kanë shkelur lejimin e përkohshëm në faqen 15. Hasi shpërthen granata në duar, humb jetën babai i 9 fëmijëve në faqen 11. Është kjo ngjarje e rëndë. Granata ishte gjetur nga fëmijët e viktimës, por që në momentin që Jati ka marrë këtë granatë, pra i ka shpërthyer në duart e tij, duke e marrë në këtë mënyrë dhe jetën. Një ngjarje e rëndë, të cilën do të mund ta lexoni në faqen 11. Forum të djathtë të qeverisja Rama Meta po kërcënoi një tango të vështirë në faqen 6. Partia Gjermane në Greqi, do të mund ta lexoni këtë shkrim nga zhvillimet nga rajoni dhe arena ndërkombëtare në faqen 9. Denoncime tekstet shkollore dhe këtë vit skandal me drejtshkrimin e gjuhës shqipe në faqen 11, duke qenë se janë ditët e para të shtatorit, kanë filluar paraprgatitjet për sa i takon vitit të ri shkollor 2014-2015, vjen edhe problematikat e para, ndër të cilat theksohet pra edhe gabimet në drejtshkrimin e gjuhës shqipe, një vërejtje në fakt që vitet e fundit nuk ka hezituar të vi çdo para fillimit të vitit të ri shkollor, po siç duket këto vërejtje nga akademikët kanë rënë vesh të shurdhët, pasi ende nuk janë marrë masa për një shkrim të drejtë, korrekt të gjuhës shqipe, ashtu sikurse kjo gjuhë, një ndër më djetrat në Ballkan, edhe e meriton. Ndërkaq, do zhvendosemi tek të tjera shkrime më në brendësi të së përditshme shekulli, është e radhës lista të përndjekurit 659 persona që do të marrin këstin e parë në faqen 18. Fotot e skandalit, punëtorët e bashkisë, shërbëtor të Shqupit, prej 3 vitesh 10 punëtor të pastrim gjelbrimit në drejtorinë e përgjithshme numër 1 të punëtorëve të qytetit, institucion varësi i Bashkisë së Tiranës, po punojnë tek Shqupi dhe duke lënë krye qytetin pa shërbime në faqen 7. Gjon Radovani, zëvendës ministër, rruga që duhet të ndjek Ballkani drejt Bashkimit Evropian. Kumtesa zëvendës ministrit të turizmit dhe zhvillimit urban në konferencën shkencore për teknologjinë, kulturën dhe zhvillimin mbajtur në Maltëzi, si duhet ta kap rajoni shansin historik pas konferencës së Berlinit. Detajet në faqen 12 dhe 13. Vendimi, Partia Demokratike ngre parlament hije, deputetët refuzojnë rrogat në faqen 5. Këtu kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Shekulli, kanë qenë këto zhvillimet nga arena politike, ekonomike e kulturore në vend, rajon dhe në botë, që ka zgjedhur e përditshmja Shekulli për të publikuar në faqen e saj të parë. Pa dyshim që detajet e të gjitha këtyre shkrimeve do të keni mundësi t'i lexoni në brendësi të kësaj gazete. Ndërkaq ne bëhemi gati për të vijuar me të përditshmen e radhës. Ajo do të jetë gazeta Koha Jon, që vjen me krye artikull Nishani Edi mos e kruaj në thonjza. Është ky krye artikulli së përditshmes Shekulli, shkrimin e së cilës do të mund ta lexoni në faqen 3. Vjoj mëtej, kryeministri Djen Elbasan duke takuar aktorin e madh Demir Hyskja. Ka qenë ky momenti i takimit të kryeministrit Edi Rama me aktorin Demir Hyskja, është emri të cilin mban edhe rruga në të cilën pra rruga në qendrën kryesore të qytetit të Elbasanit, aty ku kryeministri i Edi Rama ditën e djeshme ka shkuar për të deklaruar edhe fillimin e punimeve në kuadër të projektit kombëtar të zhvillimit urban të vendit. Ka startuar pra me qytetin e Elbasanit, nga ku ka premtuar edhe shumë investime, nga sa që është bërë deri tani, sigurisht që nuk ka lënë pa akuzuar edhe qeverisjen e mëparshme për mungesë investimi. Detajet e kësaj konference, e kësaj deklarate për media do të mund t'i lexoni në brendësi të gazetës Koha Jon.
Tabela dhe llogaritja pensionet, zyrtarizohet zgjatja moshës si dhe tarifat e reja në faqen 9, opinion për gjuhën shqipe në faqen 14 dhe 15, koment dita e punës në Amerikë në faqen 16. Sërish rikthehemi tek skandali vjedhjes së 713 milion lekëve në Bankën e Shqipërisë, Fondi Monetar Ndërkombëtar, qeveria duhet të ndërhyjë pas hetimeve. Duhet të theksojmë këtu që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka zhvilluar gjatë këtyre ditëve takime jo vetëm me përfaqësues të bankës, por edhe me opozitën e majorancës, ne duket që së fundmi pra ka deklaruar se është qeveria ajo e cila duhet të ndërhyjë pas hetimeve, pra pasi të kemi një konkluzion rreth përgjegjësve kryesor për humbjen në thesarin e Bankës së Shqipërisë. Prokuroria thret 6 anëtar të Këshillit Mbikëqyrës. Hetimet krim makabër në Durrës, torturohen dhe vriten 2 gra në faqen 6, bëhet fjalë për vrasjen e 2 të moshuarve gjatë një dite më parë në qytetin e Durrësit, në lagjen 11 të këtij qyteti. Koment, mësime nga ngjitja e Polonisë dhe rënja e Ukrainës në faqen 11, shëndetësi, sëmundja e prostatës, si ta frenoni në fazat fillestare në faqen 22. Koha online, Blero nuk jam arrestuar, nuk bëra asgjë. Zholi Pit, fotot e para të dasmës së çiftit në faqen 20. Hakeri i VIP-ave do të publikoj fotot e tjera në faqen 21. Ndërkaq në argëtim, një suplement ky në brendësi të gazetës Koha Jon, do të lexoni horoskopi dhe fjalkryqet special të kësaj gazete në faqen e 18 dhe 19, dhe me këtë shkrim ne kemi përfunduar dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jon për ditën e sotme. Në këtë moment do të zhvendosemi tek një tjetër e përditshme, do të jetë radhës Gazeta Mapo, në cilën do të mund të lexoni vrasje nën tortura, mbytën me qese kunatat, trashëgimia, dyshimi kryesor. Është ky kryeartikulli i gazetës Mapo. Gjinovefa dhe Elsa Vafa, 70 dhe 75 vjeçe, kunata me njëra tjetrën, gjendën të mbytura me qese plastike dhe me duar të lidhura në shtëpinë e tyre në Durrës. Prokurorët po hetojnë konfliktet për shkak të pronësisë, pasi viktimat ishin trashëgimtare të disa pronave për të cilat ishin në konflikt gjyqësor prej vitesh. Fqinjet ishin në gjyqje për pronat prej 20 vitesh. Janë fotot e 2 të moshuarve përkatësisht për krah të këtij shkrimi. Në brendësi, përshkallëzohet hetimi, prokuroria thret antarët e Këshillit Mbikëqyrës në faqen 4, vjedhja në Bankën e Shqipërisë, Fondi Monetar Ndërkombëtar të ndërhyjet pas hetimeve në faqen 4. Ligji plot si llogaritet pensioni dhe rritja e moshës sipas tabelave të reja, është botuar në fletoren zyrtare ligji i ri për pensionit, i cili hyn në fuqi më datë 1 janar të vitit 2015. Ligji përcakton rritjen e moshës së daljes në pension në 67 vjeç si për burrat, ashtu edhe për gratë. Rritja e moshës për gratë fillon nga viti 2024. Ndërsa për burrat nga viti 2032 në faqen 16. Përgjigja për Ramën Nishani, prioritetet janë hallet e njerëzve, jo tekat e qeverisë në faqen 6. Në opinion dhe editorial, Eduard Nordeni, mbi lirët e vjetër, kërcënimi nga ISIS, kërkon koalicionin global, trishtimi bojkotit të Partisë Demokratike dhe lumturimi i Nexhmije Hoxhës. Rama Berisha, replika për investimet në Elbasan. Kryeministri vetëm në një vit investimet në Elbasan sa 10 vitet e fundit, Berisha përkeqësoi gjendja psikike e Ramës në faqen 7. Qeveria boton brenda natës në fletoren zyrtare 5 ligje që ktheu Nishani. Në orët e vona të së hënës rezulton se këto 5 ligje të jenë botuar në fletoren zyrtare që mban datën 1 shtator. Strategjia pas bojkotit, Partia Demokratike ngre grupet të pavarura pune për ligjet nuk u vën. Pas mbledhjes së kryesisë së vogël të grupit parlamentar demokrat, kryetari i opozitës tha se Partia Demokratike do të ankimojë në kushtetuese ligjet e fund korrikut. Vjen ky shkrim në faqen 4 dhe 5. Në ngërç nga Bujar Kapexhiu, në rregull vazhdo leje ndërtimi. Ndërkaq, më në brendësi të gazetës Mapo, lufta në Ukrainë, Putin thotë se mund ta pushtojë Kievin për 2 javë në faqen 2.
Dhe këtu kemi mbyllur me zhvillimet nga arena ndërkombëtare dhe titujt kryesor të gazetës Mapo për ditën e sotme, për të kaluar me njerë tek një tjetër gazet dhe do tjetë e radhës e përditshmja Zëri i popullit, në të cilën do të lexoni Mogherini, Shqipëria ka dëshmuar vullnet për reformat, statusi, stimuli i duhur. Nis projekti për rilindjen urbane të Elbasanit, e Rama në 4 vjet, ajsa nuk është bërë në 23 vite. Ky ka qenë pra premtimi kryeministrit Edi Rama nga Elbasani dhe për Elbasanin. Bushati, vendimi për të kontribuar në Irak, dëshmi e maturisë së Shqipërisë si vend antar i NATO-s. Rama, BEIRT, partneritet për përballimin e sfidave të përbashkëta të sigurisë, Meta, Shqipëria mirëpret shtimin e investimeve kanadeze. Kodheli, forcimi më tejshëm i bashkëpunimit me Kanadan në fushën e mbrojtjes. Arsimi profesional, Velia i mbledh drejtorët më shumë regjistrime në shkolla këtë vit, kurse në shkollën e re deri më tani kanë aplikuar 2 fish më shumë se totali i vendeve në të gjithë mesataren, mbi 8 ka deklaruar Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erion Velia gjatë takimit të ditës së djeshme me drejtorët e arsimit profesional, nga cilët ka kërkuar më shumë punë, më shumë përkushtim. Në rast të kundërt, atëherë do të shkarkohen nga detyra, ashtu sikur se kanë me 3 prej tyre për vetë faktin se shkollat të cilat ata drejtonin ishin në një gjendje të mjerueshme pavarësisht të gjendjes së vështirë ekonomike, ka deklaruar Ministri Veliaj. Vjedhja e bankës, Fondi Monetar Ndërkombëtar, vendimi pas hetimit nga prokuroria Gjermeni në Sloveni, promovon turizmin rajonal përmes bashkimit të eksperiencave. Opinion, betejë ndaj krimit, një sfidë e hapur në faqen 8, mësimi gjuhës shqipe mes 2 standardeve në arsimin shqiptar në faqen 10. Në zërin ndryshe do të mund të lexoni të tjera shkrime. Pezekja e luftës dhe punës në faqen 11, Mersin Mixhës vazhdojnë të flasin plagët që mori gjatë luftës në faqen 13, pjesëmarrja grave dhe vajzave shqiptare në luftë në faqen 12, në luftën e Drashovicës shkëlqeu heroizmi në faqen 13 nga shëndetësia. Do të lexoni sëmundjet e kockave, ushqimet që e kurojnë, fruta që shërojnë problemet në mëlçi, hekuri nevojshëm për trurin, si të mbrojnë fëmijët nga ftoja, përbërësit trajnues për gurët në veshka dhe në tëmth, kura popullore për ulçërën. Do të mund ta lexoni këtë shkrim në brendësi të gazetës Zëri i Popullit. E këtu kemi mbyllur titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme. Ka qenë Zëri i Popullit me këto tituj kryesor. Ndërkaq ne do të zhvendosemi tek Gazeta Tirana Observer, ku do të mund të lexoni: torturohen për vdekje 2 kunatat e moshuara në qytetin e Durrësit. Për këtë shoqërohen në polici 20 persona. Motivi i vrasjes dyshohet pronësia dhe grabitja. Thellohet konflikti, Nishani akuza Ramës, bëri gjyq publik ndaj presidentit në kuvend. Në faqen 3, Opinion, ajo prostitut mund të ishte vajza juaj. Në faqen 9, a ekziston harmonia fetare në Shqipëri. Në faqen 8, kritik për te shkëlqimit të qëndresës. Në faqen 10 dhe 11, shëndet nga tiroidet tek lëkura, sëmundje që kuron vaj jarrës së kokosit. Në faqen 12, kreu i Partisë Demokratike Basha ja kushteton ndaj mazhorancës për të rikthyer në kuvend. Në faqen 3, përplasja afrimi zgjedhjeve Rama Basha, replika në distancë për Bashkinë e Tiranës. Firmosën fletëthirrjet Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në prokurori. Në faqen 7, ku ndodhen 10 pemët më të vjetra dhe më të larta të historisë. Në faqen 20, analizë apo planifikon Putini Rusinë e Madhe. Një pyetje kjo, përgjigjen e së cilës do të mund ta lexoni në faqen 17 speciale, ja cilat janë vendet më sekrete në botë, në faqen 13. E këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të së përditshmes Tirana Observer për këtë ditë të mërkurë, dhe do të kalojmë për të vijuar me njëherë me të tjera të përditshme. Do të jetë e radhës Organi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, e përditshme integrimi, në cilën do të lexoni për herë të parë në Tiranë Meta dhe John Bald mirëpresin rritjen e investimeve kanadeze. Kryediplomati kanadez, takime edhe me kryeministrin, ministrin e jashtëm dhe presidentin në faqen 3.
Koment 3 teste kritike për NATO në faqen 7, një mësim që vjen nga ngritja e Polonisë dhe rënja e Ukrainës në faqen 6. Shefja politikës së jashtme dhe sigurisë në Bashkimin Evropian Federica Mogherini, Shqipëria ka bërë hapa përpara në rrugën e reformave drejt Bashkimit Evropian në faqen 3. Intervista flet në kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Anjani, Lëvizja Socialiste për Integrim gjithmonë do të jetë kontribuese për përmirësimin e klimës politike në vend në faqen 4. Misioni Fondit Monetar Ndërkombëtar, takime drejtuesit e Bankës së Shqipërisë, drejtuesi i misionit Nadëm Ilahi në Tiranë për marrëveshjen 3 vjeçare prej 330 milion euro në faqen 5. Projekti segmentit mbikalimi kthesës së Kamzës, mbikalimi i qafës së Kasharit, Rinas Aeroport, Ministria e Mjedisit, ja se si do të bëhet rruga Tiranë-Rinas në faqen 16, do të mund ta lexoni këtë shkrim. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Integrimi kanë qenë këto zhvillimet më të rëndësishme politike në vend të pasqyruara në faqen e parë të gazetës Integrimi. Ndërkaq, ne do të vijojmë me të përditshmen e radhës, është tema në cilën do të lexoni dhe që ka zgjedhur për të hapur faqen e saj të parë me kryeartikull Vjedhja në Bankën e Shqipërisë. Fillon hetimi parlamentar për skandalin Fullani. Mund të lexoni detajet në faqen 10 të kësaj gazete. Goditën 2 bordello në Durrës në faqen 11, antena brenda familjes, ku nati zbar debatet në grupin parlamentar, lokalizohet mjeku i akuzuar për trafik organesh në faqen 13, editorial nga Mirobaza, opozita informale brenda opozitës në faqen 8, Bled Lumani, monstra duhen dënuar me harres në faqen 8, Serafina Hasan Belliu, NATO përballë Putin dhe ISIS në faqen 9, Nishani, Rama të zgjidh hallet e njerëzve të mos fyej presidentin në faqen 6, Shej kundër Bashës nuk bëhet opozit me kuvend paralel në faqen 4, Basha mbledh kryesin e grupit të Partisë Demokratike, çdo ligj do e çojë në kushtetuese në faqen 3 të kësaj gazete. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës, tema për ditën e sotme, për të vijuar me njëherë me një tjetër të përditshme dhe do zhvendosemi në këtë momente tek gazeta Telegraf, në cilën do të keni mundësinë të lexoni. Nga 1 tetori, rishikim i të gjitha lejeve, është ky titulli kryesor i së përditshmes Telegraf, hyn në fuqi ligji i ri për planifikimin e territorit, ja se si do të merren lejet e ndërtimit dhe leja e miratuar në heshtje, punët e papërfunduara, aplikimi, kthesa dhe dorëzimi i lejes së ndërtimit, afatet e punimeve dhe certifikatat e përdorimit në faqen 6. Ministri Tahiri kapitullon, indinjat mbarkombëtare, 3 atentate dhe një krim makabër në harkun e pak orëve, autorët ikin të qetë, policia numëron viktimat dhe gëzhojat në faqen 2 dhe 3. Gradat e reja dhe trajtimi financiar i policisë, dje u zyrtarizuar ligji për policinë e shtetit, fati i nën inspektorëve dhe kryeinspektorëve pas 6 muajsh, llojet e pensionit, djetërsia, kredit për strehim dhe trajtimi i familjarëve në faqen 4 dhe 5. Ishte për ndjekurit ja emrat e 554 trashëgimtarëve të parë dhe të dy që është miratuar kësti i pari pagesës në faqen 17. Intervista me Julieta Kullën ju tregoi vlerat e papërsërishme të teatrit dhe regjizorëve të Byllisit në kohën kur binin tërmetet, Pëllumbi kërkoi dorën e Borbardhës me 7 vlezër në faqen 10 dhe 11. Në opinion dhe koment, veç emri ngeli lungëmare nga Luan Çipi në faqen 12, marrëzia në hipotekën e Vlorës nga Gim Jazaj në faqen 9, 5 shtatori dita e çlirimit të skraparit nga Safedin Met Hoxha në faqen 18. Në Mozaik dhe Aktualitet flet profesor Abbas Hoxha, qarqet antikombëtare po tentojnë të zhdukin kino studio në faqen 18. Flet Sulejman Mato, Himara është shqiptare, dokumentat historike dhe shovinizmi grek në faqen 15. Elona Sheu, domosdoshmëria e reformës në arsim, i lë foto shënime për Beautiful America në faqen 16 deri në faqen 19 të kësaj gazete. Mbretëria e Danimarkës në mbështetje nismës Igli Totozanit për trajtimin e administratës vendore në faqen 7. Titujt e trupit, skandali, universiteti dekoron çalikun e telekomit që po rrjep shqiptarët në faqen 8. Zjarr në Gjirin e Lalsit, digjet magazina me 2000 shishe uiski. Policia shkak i zjarrit ishte rrufeja në faqen 7. Mbyll
mbyllim dhe titujt e kryesor të gazetës Telegraf këtu për të vijuar me të tjera të përditshme e për të njohur me të tjera shkrime kryesore. Do të kalojmë në këto momente tek gazeta shqiptare, në cilën do të lexoni ndryshojnë pensionet, tabelat për rritjen e vjetërsisë, hyn në fuqi ligji për sigurime shoqërore si llogaritet formula. Kategoritë që do përfitojnë pensionin social dhe detaje edhe për ata që kanë punuar në kooperativat bujësore, ja ku shpreket nga rritja e moshës së pensionit në vitin 2015, hiqet tavani për pensionin maksimal. Masakra në Durrës, Vasil Vava si gjeta nënën dhe hallën të vrara, do të mund të lexoni këtë shkrim në brendësi të kësaj gazete. Shteti do të financojë për operacionet jashtë në faqen 17, ndërkaq ndalemi tek shehi debati në Partinë Demokratike Demokraci, duhet të jemi në parlament. Toka bujësore do të jepet 20 vjet në përdorim, Politekniku studentët e privatit tenem me 30 kredite. Dasma e Nurai Strefit, fotot dita që kam ndëruar. Draft projekti shteti do të financojë për operacionet jashtë, vepra e pabotuar e Stereospases, jeta e panjohur. Ndërkaq më në brendësi të kësaj gazete do të lexoni opinioni ditës nga procesi i Zagrebit tek procesi i Berlinit, për të pasuar me një tjetër opinion që mban titullin Bojkoti si zgjedhje, por jo si zgjidhje. Meksi në prokurori Braçe përgjegjës administrativ për Fullanin, Fondi Monetar Ndërkombëtar, raport për vjedhje në faqen 8 të gazetës shqiptare, dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të së përditshmes Gazeta Shqiptare. Kanë qenë këto krye artikullit e kësaj gazete, pra tek ndryshimi i pensioneve. Është e radhës Gazeta Standard, në cilën do të mund të lexoni ndryshimet e skemës së re. Janë këto titujt kryesor të Gazetës Standard, që vjen me se si do të llogariten përfitimet, shtesat që marrin pensionistët. Vion ky shkrim pra në faqen 14 mbi ndryshimet që është bërë në ligjin për pensionet. Krimi makabër në qytetin e Durrësit, mbyten me qese 2 kunatas, shpëtojnë e moshuara e tretë. Në kuvend, Komisioni Ligjeve mbledhje pa quorum, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kritika ministrave në faqen 5. Skandali i Bankës së Shqipërisë, dërgohen fletëthirrje Meksi e Golemi në prokurori në faqen 8. Sesioni 2, provimet e maturës, çfarë do të përmbajë testi në faqen 9. Mbledhja e kryesisë së grupit të Partisë Demokratike, strategjia e opozitës jashtë kuvendit, skema me grupet e punës, Basha bojkoti, nuk kthehemi në fasadë në faqen 2 dhe 3. Klienti Shrijetin e prostitucionit, arrestohen 7 persona, mes tyre 3 femra, zbulohen 2 baza në faqen 7. Has shpëton fëmijën, babait i shpërthen granata në dorë në faqen 7. Fati pa njohur i letrave, ngjarja në Rinas, shtatorja në Terezës, për tokë reagon autori Luan Mulliqi, nuk kam njoftim zyrtar në faqen 12 të gazetës Standard, ku në brendësi do të gjeni listën me emrat e 220 ish të përndjekurve politik që është miratuar Kësti Radhës në faqen 9. Financa ime, skema për të ardhurat nga barrëlindja dhe kontributet që do derdhen të bështblerje të zgjuara në faqen 13 deri në faqen 17, dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Standard për ditën e sotme, dhe do të zhvendosemi tek të tjera të përditshme. Është e radhës Gazeta Sportive Gol, në cilën do të mund të lexoni zhvillimet më të fundit sa i takon sportit në vend. Ne do të fillojmë njëherë me krye artikullin që mban titullin Kryeministri Rama inspekton punimet në Elbasan Arena, kreu i qeverisë ndoqi nga afër rikonstruksionin e impjantit. Fillimi i eliminatorëve të europianit të futbollit France 2016 dhe punimet për stadiumin e ri të Kombëtares. Vion ky shkrim në brendësi të gazetës Gol. Kombëtarja portugeze nis aventurën anti-Shqipëri basketball. Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin fitoren e tretë në botror. Ish milanisti Gattuso lirohet nga akuzat për trukim. Francë ndryshimet në listën e Dekamps, ndërsa Fation Yusufi, 17 vjeçari, që i tha jo shpresave të Maqedonisë. Vion ky shkrim në brendësi të gazetës sportive Gol, dhe këtu
Kemi mbyllur dhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme dhe jo vetëm, jemi në minutat e fundit të pjesës së parë të informoni ku keni pasur mundësi që të njeni me të gjitha zhvillimet më të fundit që vinë me anë të pasqyrimit të shtypit të ditës me ndryshime që ka ndodhur në kursin e këmbimit valutor, po kështu edhe me kaprishët e motit, le ta quajmë kështu. Kështu pra, ne do të shkëputemi vetëm për pak çaste, do të shkojmë në publicitet e do të rikthehemi sërish së bashku për të vjuar me pjesën e dytë me të tjera zhvillime. Pas kësaj hapësire publicitare, jemi rikthyer së bashku në studio për të ndalur në disa nga zhvillimet më kryesore të 24 orëve të fundit nga arena politike, ekonomike, kulturore e sociale në vend, të përgatitur nga Departamenti i Informacionit. Nisim me materialin e parë në titullin "Një mesazh i dytë për Amerikën". Grupi islamik ISIS lëshon një tjetër video të një pengu amerikan që është në duart e tyre. Ai është Steven Stolov, një gazetar 31 vjeçar i pavarur, i cili përcjell në kamera edhe mesazhin drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës përpara se ai të ekzekutohet. Militantët e Shtetit Islamik kërcënojnë se në ditët në vijim një tjetër gazetar britanik do të ekzekutohet. Por më me detaje ndjekim materialin në vijim. Militantët islamik të ISIS në Irak kanë ekzekutuar gazetarin tjetër amerikan Steven Stolov, duke i prerë kokën, ndërsa pas aktit makabër kanë postuar edhe një video në internet e cila zgjat 2 minuta e 26 sekonda. Lajmi për ekzekutimin e tij u bë ditur fillimisht nga New York Times, si dhe mediat e tjera ndërkombëtare. Steven Stolov shfaqet në video i veshur me portokalli, ndërsa siç raporton shtypi amerikan në sfondin e videos para se të fillojnë pamjet, shkruhet: "Një mesazh i dytë për Amerikën". Në videon e fundit ku shfaqet gazetari Stolov, shprehet se ai po paguan një çmim, atë të qeverisë Obama e cila vendosi të godas ISIS. I'm sure you know exactly who I am by now and why I am appearing before you. Unë jam i sigurt se ju e dini saktësisht se kush jam unë dhe pse nuk jam shfaqur deri tani. Barack Obama, politika juaj e jashtme e ndërhyrjes në Irak duhet të funksionojë për ruajtjen e jetës dhe të interesave amerikane. Kështu që pse kjo rrugë e zgjedhur nga ju po kthehet në një çmim për jetën time? Why is it that I'm having to pay the price of your interference with my life? Dyshohet se ekzekutimi është kryer nga i njëjti person që vrau edhe gazetarin James Foley. Në video terroristi dëgohet të ketë thënë se Obama have yet again through your actions killed yet another American citizen. Derisa do vazhdoni të sulmoni njerëzit tan, thika jon do të vazhdoj të pres kokat e njerëzve tuaj. The necks of your people. 31 vjeçari ishte raportuar i zhdukur që në muajin gusht të vitit 2013, teksa raportonte në ziri. Xhihadistët e ekzekutuan për vdekje Stolov, pavarësisht lutjeve të nënës së tij, drejtuar krerëve të lartë të ISIS, teksa kërkonte mëshirë për djalin e saj. Steven Stolov u shfaq edhe në videon e ekzekutimit të gazetarit James Foley, ndërsa ISIS kishte kërcënuar se do ta ekzekutonte edhe atë. Ekzekutori kërcënoi se do të vriste edhe shtetasin angles David Haines, pengu i tretë në duart e tyre. Do t'jemi sërish të zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Terrori i mbjell nga ISIS në të gjitha zonat veriore të Irakut është konsideruar pjesë e fushatës së grupit ekstremist për një kalifat islamik në këtë rajon, por Organizata e Kombeve të Bashkuara ngre alarmin se nga militantët e ISIS po kryen mizorit më të tmeshme, përfshirë këtu skllavëri, përdhunime apo edhe për përdorimin e fëmijëve në luftime. Ekzekutime masive, përdhunime, skllavëri janë disa nga krimet e militantëve të IS. Kombet e Bashkuara kanë vendosur të hetojnë mizoritë e këtij grupi që ka terrorizuar mbar botën. Këshilli i Drejtave të Njerëzit, Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenev, miratoi me konsensus angazhimin e një komisioni hetimor të ngritur nga komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Ekipi jetuesve do të dokumentojë krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit në Irak. Lista mund të përdoret në një ndjekje penale të mëvonshme të terroristëve, thuhet në një rezolutë të Këshillit të Drejtave të Njerëzit, e cila përfshin 47 shtete. Rezoluta u paraqiti nga shtetet europiane dhe Iraku gjatë një seance të posaçme të Këshillit. Përfaqësuesit e vendeve muslimane dënuan gjithashtu terroristët dhe theksuan se aktet e dhunës nuk mund të mbulohen nga besimi islam. Luftëtarët e IS kanë kryer krime për masat e çnjerëzisë të cilave janë të paimagjinueshme, tha zëvendës komisionerja OKB-s për të drejtat e njerëzit Flavia Pansieri. Kështu xhihadistët në muajt e fundit kanë vrarë pa dallim antarë të grupeve të tjera etnike ose fetare. Pansieri fajsoi milicët e IS për konvertim me dhunë të fesë, rebelime, skllavëri, dhunë seksuale dhe tortura. Veçanërisht të prekur janë të krishterët, jezidët dhe shitët. Fëmijët rekrutohen me forcë nga xhihadistët dhe dërgohen si mish për top në front. Të tjerët detyrohen të dhurojnë gjak për luftëtarët e plagosur, raportoi Pansieri. Më shumë se 1 milion njerëz kanë marrë aratin nga dhuna, xhamit, kishat dhe monumentet e tjera fetare dhe kulturore po shkatrohen gjithashtu.
Të gjithë ata që janë përgjegjës për shkeljen e të drejtave të njerëzit duhet të japin llogari, kërkoi në Gjenevë ambasadori gjerman i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Joachim Rücker. Rezoluta i bëri thirrje dhe qeverisë irakiane që të respektojë të drejtën ndërkombëtare humanitare në luftën kundër militantëve të IS. Do ndalemi në deklaratën e dhënë nga shefja e re për politikën e jashtme në Bashkimin Evropian, Federica Mogherini, ish-ministre e jashtme italiane, i cila është shprehur se vendimi i vendeve anëtare për t'i dhënë statusin kandidat Shqipërisë ka qenë një stimul për vendin tonë, kështu ndërsa ka prezantuar dhe prioritetet e presidencës italiane përpara Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Mogherini tha se Shqipëria ka treguar një performancë të pabesueshme me ndërmarrjen e reformave të mëdha në këto muaj të fundit. Për Shqipërinë, Italia vazhdon të jetë një mbështetëse e fortë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ky fakt u konfirmua edhe nga ministria e jashtme italiane, tashmë dhe shefe e politikës së jashtme dhe sigurisë në Bashkimin Evropian, Federica Mogherini. Duke folur përpara Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, Mogherini në cilësinë e ministres së jashtme të Italisë, vendi i cili mban edhe presidencën e Bashkimit Evropian, tha se Shqipëria ka treguar vullnet për të kryer reformat sa i përket rrugës drejt Bashkimit Evropian. Ne besojmë se Shqipëria është vendi që në muajt e fundit ka performuar në mënyrë të pabesueshme për sa i përket reformave të ndërmarra dhe vendimi i qershorit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat ishte një nxitje për të avancuar reformat. Prioritet për Italinë në kuadër të presidencës së Bashkimit Evropian mbetet edhe respektimi i lirisë fetare në të gjitha vendet e Unionit. Roli jon nuk është që t'i lëmë gjërat të bëhen vetë, por të mbështesim nismën e fushave përfaqësuese. Më lejoni këtu të përmend vëmendjen mbi të drejtat e grave, në veçanti lirinë fetare dhe mbrojtjen e minoriteteve fetare. Mogherini tha se vazhdimi i procesit të zgjerimit të Unionit të rrit stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin ekonomik të Bashkimit Evropian. Një vend të rëndësishëm gjatë diskutimeve, zuri dhe projekti Trans-Adriatic Pipeline, si dhe situata në Ukrainë. Do ndalemi në zhvillimet nga politika në vend. Opozita në Tiranë akuzoi qeverinë se po drejton me dorë të fortë duke eliminuar institucionet e pavarura. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se opozita do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të vendosur për reformat që sipas demokratëve nuk respektojnë vullnetin e të gjithë shqiptarëve. Dyshja Rama Meta e kanë llogaritur regjimin e tyre pa opozitën. Kështu ka deklaruar kreu i Selis Blu Lulzim Basha menjëherë pas mbledhjes që zhvilloi me kryesinë e grupit parlamentar, ku sipas tij u përcaktuan modelet e punës për t'u përgjigjur kësaj majorancë. Referuar bojkotit, Basha deklaroi se kthimi i opozitës në kuvend do të ndodhë vetëm atëherë kur kjo shumicë qeverisëse të pranoj rregullat e kushtetutës. Nuk është zgjedhja jonë që jemi jashtë kuvendit të Shqipërisë. Është Edi Rama dhe Ilir Meta që kanë llogaritur regjimin e tyre pa opozitën ose me opozitën dekorative. Kërkesa jonë është po kështu e qartë. Jeta parlamentare mund të kthehet në një jetë parlamentare me praninë e një opozite të vërtetë dhe jo fasad, në momentin kur shumica pranon rregullat e kushtetutës, pranon rregulloren e parlamentit, nuk shkelmon të drejtat e opozitës. Basha rikonfirmoi se Partia Demokratike do të ankimojë në gjykatën kushtetuese të gjitha ligjet e miratuara me shumicë të cilësuar. Partia Demokratike do t'i ankimojë një për një të gjitha ligjet në gjykatën kushtetuese. Për qëndrimin e opozitës ndaj kuvendit, ka reaguar edhe kreu i Republikanëve Fatmir Mediu, i cili theksoi se opozita është në një qëndrim të kushtëzuar për shkak se kryeministri Edi Rama kërkon ta kthejë atë në informale. Seanca e parë plenare për sesionin e ri parlamentar u zhvillua ditën e dieshme, ku përveç shumicës parlamentare ishte pranishme edhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, duke thyer kështu bojkotin e opozitës. Qeveria ka konfirmuar vetëm një ditë më parë nisjen e një projekti kombëtar për zhvillimin urban të qyteteve. Lajmi u konfirmua nga kryeministri i vendit Edi Rama gjatë inspektimit të punimeve për ndërtimin e stadiumit në qytetin e Elbasanit, por edhe disa projekte të tjera infrastrukturore në këtë njësi administrative. Qeveria njoftoi nisjen e një projekti kombëtar për infrastrukturën e qyteteve. Deklarata u bë nga kryeministri Edi Rama gjatë inspektimit të punimeve në rrugën Demir Hyske në Elbasan. Kjo është ndalesa e parë në rrugtimin e një projekti kombëtar për rilindjen e qyteteve. 20 dhe tona, bashkit u braktisën nga qeveria
Dhe faktikisht Elbasani, një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, ka vuajtur për vite e vite të tëra mungesën e investimeve serioze në infrastrukturë. Kryeministri Rama konfirmoi se vetëm në Bashkinë Elbasan do të zbatohen 8 projekte zhvillimi përfshi edhe ndërtimin e stadiumit. Bashkia Elbasan përfiton direkt për 8 projekte që janë projekte zhvillimi afatgjatë. Dhe unë jam shumë i kënaqur që kemi kaluar nga një fazë kur parat idheshin lart e poshtë për të shtruar asfalt elektoral përgjithsisht, në një fazë kur investimet po bëhen me standarde. Ne vendosëm që stadiumin e Elbasanit ta transformojmë nga një rënoj lokale në një stadium kombëtar, duke e bërë praktikisht shtëpinë e kombëtarës shqiptare të futbollit. Kryeministri deklaroi se projekti kombëtar për zhvillimin e qyteteve do të zbatohet bazuar edhe në reformën e re territoriale. Në Tiranë, kryetari i Bashkisë Lulzim Basha përuroi ambientet e rindërtuara të shkollës nëntëvjeçare në Laprak në periferi të kryeqytetit. Basha akuzoi qeverinë se për motive politike ka bllokuar të gjitha projektet në kryeqytet. Kryebashkiaku Lulzim Basha ka qenë i ashpër me deklaratat ndaj kryeministrit Edi Rama për bllokimin që po i bën sipasi projekteve të Bashkisë së Tiranës. Gjatë përurimit të shkollës nëntëvjeçare Ahmet Gashi në kryeqytet, Basha në cilësinë edhe të kryetarit të Demokratëve gjeti rastin të adresojë një lumë akuzash politike ndaj kryeministrit Rama, i cili po akmerret ndaj qytetarëve të kryeqytetit, tha Basha. Gjitha këto projekte nuk ishte nevojë të jepte asnjë lek, askush si kërkoi asnjë lek. Sikundër tramin, për cilin projekti është gati. Qeverisë nuk i kërkoi asnjë lek. Por në bazë ligjeve duhet bashkëfirmoste me Bashkinë e Tiranës për t'i hapur rrugë koncesionit apo ndërtimit me garanci sovrane. Kur ka qenë kryebashkiak ka marrë fonde nga qeveria qendrore. I ka marrë, po si ka marrë ai, i ka marrë qyteti. Unë si kryetari i Bashkisë jam i vendosur ta drejtoj Bashkinë e Tiranës në përmbushje të misionit saj për t'i shërbyer qytetarëve të Tiranës. Edhe nën kryetari i Bashkisë në Bozdo ishte në të njëjtën linjë akuzash me shefin e tij Basha. Bozdo bëri publike dokumente që sipas tij provojnë dhënien e lejeve të ndërtimit në sheshin Nën Tereza nga ana e ish kryebashkiakut të asokoj Edi Rama. Dy dokumentet që unë kam në dorë vërtetojnë se lejen për çiban të tillë e ka lëshuar respektivisht Artan Shkreli, në atë kohë në cilësinë e drejtorit të Institutit Monumenteve të Kulturës, dhe më pas Edi Rama me cilësinë e tij si ish kryetar i Bashkisë Tiranë. E megjithatë, zgjedh të gënjej, zgjedh të përbalt. Ky kampion i gënjeshtrës dhe kalorës i përbaltjes e bën këtë sepse ka një strategji në kokë. Të përbalt Bashkinë e Tiranës, ta bllokojë atë në çdo veprim të saj. Përplasjet bashki-qeveri për sheshin Nën Tereza vijnë pas akuzave të shumta që këta të fundit i adresojnë njëra tjetrës në një kohë kur sheshi po rikonstruktohet për pritjen e Papa Franceskut më 21 shtator. Shefi i misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Nadem Ilahi zhvilloi një takim me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani, nga ku konfirmoi se vjedhja në bank ka qenë në agjendë të takimit. Ndërkohë mësohet se prokuroria ka postuar fletëthirrje për Këshillin mbikëqyrës të bankës. I deleguari i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Tiranën, Nadem Ilahi, ka zhvilluar një takim në zyrat e Bankës Qendrore të Shqipërisë me kreun e saj Ardian Fullani. Në takimin që zgjati për rreth 2 orë gjysmë është diskutuar mbi situatën më të fundit ekonomike të vendit, ndërsa në fokus të takimit ka qenë edhe çështja më e ndjeshme për mbar opinionin publik, ajo e skandalit të vjedhjes së 713 milion lekëve në arkën e shtetit. I pyetur pas takimit në lidhje me vjedhjen e Bankës së Shqipërisë, kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë nuk ka dashur të komentojë rreth kësaj çështje, duke thënë se do të flasë për gjithçka në momentin e duhur. You know how our missions are. We make a statement at the end of them and Ju e dini si vepron FMN. Ne dalim me një qëndrim në fund të misionit. Sa i përket vjedhjes, u diskutua, por për më tepër, siç thash, duhet të prisni konferencën. Ndërkohë në 8 shtator pritet të ketë një konferencë të përbashkët shtypi nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe guvernatorit Ardian Fullani dhe ministrit të financave Shkëlqim Cani. Bëhet e ditur se brenda javës së parë të shtatorit, guvernatori Ardian Fullani dhe antarët e tjerë të Këshillit të Mbikëqyrës pritet të dëshmojnë para prokurorisë për mega skandalin në Bankën e Shqipërisë.
Mëngjesin e një ditë më parë janë gjendur të vdekura në shtëpinë e tyre 2 gra të moshuara në lagjen 11 të qytetit të Durrësit. Pistat kryesore mbi të cilat po heton policia është ajo çështjeve të pronësisë dhe grabitjes me dhunë. Detajet në sill materialin në vijim. Qyteti i Durrësit është tronditur nga një masakër. Në orët e para të mëngjesit janë gjetur pa jetë trupat e 2 kunatave të moshuara, Elsa Vava, 72 vjeç, dhe Gjinovefa Vava, 77 vjeç, banuese në lagjen 11 në qytetin Bregdetar. Në banesë ndodhe edhe një e moshuar e tretë, Mariana, e motra e Gjinovefës. Mbrëmjen e djeshme kur ndodhi krimi, e moshuara që jetonte në dhomën ngjitur, ka dëgjuar zhurma por nuk ka mundur të ngrihej, pasi është e paralizuar. Fqinjet shprehen të tronditur në lidhje me këtë ngjarje, e cila është konsideruar si një krim horror. Ma keq ma nuk ka kuni, po vetëm se janë 2 plak kanë qenë smur, mirë kanë qenë mirë, shumë në rregull kanë qenë, po njerëzit sot janë bërë vllajim, vrasaj tjetin gjumë, janë. Shumë njerëz të mirë janë. Ka e vllaj, ka në të, familje vjetë. Unë këtu i kam gjetë. Tjetë njeri në shtëpi dhe ta vras tjetri. Vetëm dëgjojmë që kishin vrarë. Nga të dhënat e pare të grupit hetimor, bëhet me dije se 2 të moshuarat janë torturuar gjatë gjithë natës në shtëpinë e tyre, e më pas janë mbytur me qese plasmasi në kokë. Nga këqyrja e trupave të tyre rezulton se vdekja ka ardhur nga asfiksia. Uniformat blu kanë shoqëruar 16 persona, të cilët dyshohet se kanë lidhje me këtë ngjarje. Konflikti i pronësisë është një nga pisat që po punon grupi hetimor, pasi në banesë nuk janë konstatuar shenja grabitje. Së fundmi një informacion nga kultura në vend, çelet edhe sezoni i ri në Teatrin e Operës dhe Baletit. Kreu i saj Ilir Kërni premton sezon të ngjeshur, ndërkohë që nga trupa e ansamblit priten koncerte me këngë dhe vallet më të bukura të folklorit. Teatri i Operës dhe Baletit ka çelur sezonin e ri artistik shtator-dhjetor 2014. Në një konferencë për mediat, drejtori i këtij institucioni Ilir Kërni u shpreh se ky sezon do të jetë shumë i ngjeshur, me shfaqje të larmishme ku nuk do të mungojnë produksionet e rëndësishme, por as personazhet e njohur të cilët janë mirëpritur nga publiku. Në të ardhmen shumë shpejt do të kemi evente që janë të një rëndësie të jashtëzakonshme, që do të jetë, kam mendimin që do të jetë një pikë kulmore e gjithë kësaj periudhe. Ndërsa drejtoresha artistike e Teatrit Operës dhe Baletit, Abigail Avushtina, u shpreh se edhe pse Top ka një orkestër të pakët në numër, artistët do të vënë në skenë vepra të mëdha. Vazhdojmë me prurjen e shqiptarëve që nuk kanë shkelur kurrë në Shqipëri. Kemi dirigentin Kristo Kondakçi, i cili është hera e parë që vjen këtu tek neve. Vazhdojmë me Traviatën, e cila është totalisht një premierë, ka një staf italian. Drejtori artistik i ansamblit, Suleman Balteza, u shpreh se trupa e ansamblit do të vijë me këngët dhe vallet të bukura të folklorit në disa koncerte. Gjatë 2 vjeteve ne kemi punu duke definu krimtarinë e autorëve koreograf. Ne i kemi kaluar në koncerte albume. Teatri i Operës dhe Baletit do t'i kushtojë një vëmendje të veçantë projektit Edukimi përmes artit, i cili ka për qëllim afrimin e brezit të ri me artin klasik shqiptar, ato botror si dhe me folklorin ton. Gjithçka çka u tha nga drejtori i Teatrit të Operës dhe Baletit, ne presim që të konkretizohet dhe padyshim që do t'i ndjekim me vëmendje dhe kreshëri këto shfaqje të Teatrit të Operës dhe Baletit, aq më tepër kur mbartin edhe një mesazh siç është edukimi përmes kulturës, të jetë i rëndësishëm për shoqërinë shqiptare në të gjitha fushat. Jemi në minutat e fundit të emisionit Infomorning për ditën e sotme. Keni pasur mundësi që të informoheni mbi zhvillimet më të fundit, ashtu sikurse e mbyllëm dhe pjesën e informacionit me zhvillimet më të fundit nga kultura, me projektet e reja të Teatrit të Operës dhe Baletit. Në këto momente, si gjithnjë, në minutat e fundit, ju do të keni mundësinë të qëndroni në shoqërinë e rubrikës kalendarit historik, ndërsa për informacionet më të fundit do doja t'ju rikujtoja dhe një herë adresën tonë të internetit channelvizuan.al, ku do të informoheni mbi të gjitha informacionet më të fundit në kohë reale, si dhe detajet mbi programet në Channel One, ndërsa bashkë do të ndajmë këtu, ju lë takim nesër në po të njëjtën orë në Infomorning. Deri atëherë bashkë mirupafshim dhe ju uroj që të kaloni një të mërkurë sa më të këndshme. Në 3 shtator të vitit 1900
1907 lindi në qytetin e New Yorkut shkrimtari James Michener. Pasi punoi fillimisht si mësues, ai shkroi librin e tij të parë me tregime të frymëzuara nga eksperienca e tij gjatë luftës së dytë botërore. Libri i titulluar Tales of the South Pacific u botua në vitin 1947 dhe fitoi çmimin Pulitzer të letërsisë. Më pas ai u përdor si skenar për shfaqjen muzikore të Broadway të titulluar South Pacific. Michener u bë autor tepër i njohur si në për libra letrar dhe jo letrar. Para vdekjes së tij në vitin 1997, ai ishte bërë i njohur për romanet historike dhe punën e palodhur kërkimore, që ishte dashur për shkrimet e tyre. Librat e autorit James Michener ma gjepsën dhe ndriçuan mendjen e lexuesve nëpërmjet personazheve letrar dhe një diskutimi të hollësishëm të gjeografisë dhe historisë së rajonit. Në romanet e tij përmenden Hawaii, Shakespeare, Poland, Texas dhe Alaska. Midis veprave historike përmenden ura në Andau dhe Iberia, udhëtime në mendime të spanjollëve. James Michener vdiq në moshën 90 vjeçare. Librat e tij janë përkthyer në shumë gjuhë të botës dhe ato kanë lexues të shumtë kudo në botë.